Nxënësit e shkollës nënvjeçare Riza Spahiu në Kukës zhvilluan aktivitete të ndryshme artistike dhe argëtuese në kuadër të programit Art Zeje dhe Sport. Aktivitetet përfshin ekspozita me punime dore, lojra, këngë, valle dhe performanca të ndryshme. Armir Danjolli, mësues i artit pamor, u shpreh se interesi i nxënësve për artin është i lartë dhe pjesëmarrja në këtë aktivitet ishte masive. Interes ka, edhe nxënës që kanë prirje dhe dëshirë për art e ka, dhe pjesëmarrja ka qenë e kënaqshme. Nxënësit e përfshirë në aktivitete vlerësuan këtë panajër si një mundësi të mirë për të shprehur talentin e tyre dhe për të zhvilluar aftësitë krijuese. Ne na ndihmon shumë sepse kështu ne bëhemi më të aftë që të kërcejmë më shumë, që të jemi më të lirshëm në sy të njerëzve të tjerë. Kam hyrë çën shkurt tek kursi, ka qenë shumë bukur. Edhe jam kënaqur edhe me shoqet gjithashtu. Përfaqësoj me veshjen e bardhë, veshjen e lumës dhe në panajër kam marrë pjesë sepse kam sjellur disa gatime, duhet hyrojnë traditat tona sepse Kuksi edhe pse është një qytet i vogël ka shumë tradita. Programi Art Zeje dhe Sport është një panajër kombëtar që organizohet në shkolla të ndryshme të vendit. Ai ka për qëllim të angazhojë nxënësit dhe të evidentojë talentet që ata zotërojnë në fusha të ndryshme.